Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për proces gjyqësor në gjykatën e posaçme prej 1 muaji një prej fraksioneve të dosjes Plumbiart, bazuar në dëshmitë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Çështja ka 11 persona të pandehur, shumë prej tyre edhe krerë të organizatave kriminale dhe emra të dëgjuar të botës së krimit, si Suel Çela ose Marius Lulej, Florence Çapja, Talo Çela, Festim Qoli, Kamber Mehia, Elio Bitri dhe mbreti i Kumarit i zhdukur prej 3 vitesh pa gjurmë Mervis Martinaj. Të tjerët e marrë të pandehur në dosje janë Abedin Mama ose Dine Çami, Alex Çela ose Tom Qori, Alket Xhixha dhe Elvin Merlika. Qoli është i shpallur në kërkim ashtu sikur se Suel Çela, Talo Çela dhe Ervis Martinaj, fati i të cilit nuk dihet ende. Hetimet janë kryer nga prokurorët Doloreza Musabelli dhe Behar Dibra, teksa i kërkohet GKK-s kalimi i dosjes në proces dhe aktualisht ndodhet në seancë paraprake. Të pandehurit akuzohen për shumë ngjarje të rënda kriminale që nga financimi, organizimi, urdhrimi, ekzekutimi dhe bashkëpunimi. 2 prej ngjarjeve kriminale janë të rënda: vrasje me të paktën 4 viktima, të tjera tentativa vrasje, sulme, atentate me eksploziv. Një prej çështjeve të fraksionit është vrasja e nënë e birë Fatmira dhe Elvis Dedaj, ngjarje të ndodhura mbi një dekadë më parë dhe për të cilat akuzohet si urdhërues Festim Qoli. Fillimisht sipas SPAK, Qoli ka kryer vrasjen e ortakut të tij Elvis Dedaj dhe më pas ka urdhëruar dhe eliminimin e nënës, të cilin sipas dëshmisë së Dumanit e ka bërë Talo Çela. SPAK ka ngritur akuzën për të paktën 2 vrasje ndaj Festim Qolit, vrasje me paramendim dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Qoli dhe Dedaj kishin një biznes të përbashkët, por kur Dedaj ka dashur të ndajë biznesin, Qoli ka financuar dhe urdhëruar vrasjen e tij. Talo Çela dhe Nureddin Dumani ishin grupi i strukturuar për kryerjen e vrasjes. Një tjetër emër i përfshirë në ekzekutime të urdhëruara është edhe Elio Ervis Bitri, të cilin e kanë përmendur në rrëfime Dumani dhe Erion Alibej së fundmi. Ai akuzohet për një atentat me eksploziv më 29 janar 2020 ndaj Mustafa Subashit në Durrës dhe pjesëmarrje në vrasjen e 2 fisht më 2 mars në Shkozet dhe Angelo Avdias dhe Dorian Shkozës. Një tjetër atentat vdekjeprurës që ndodhet në këtë fraksion është ai ndaj Emiliano Ramazanit më 20 korrik 2020 në Elbasan, për cilin kanë dëshmuar të penduarit Alibej Dumani me urdhër të parit. Po kështu në këtë fashikull ndodhet e zbardhur edhe ngjarja e vitit 2012, atentati ndaj Festim Qolit nga ana e Talo Çelës. Ky fundit akuzohet dhe hetohet për disa atentate të rënda dhe krime të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, në lidhje që kishte me vëllezërit Hajdar dhe Franc Çopja, por edhe me Suel Çelën dhe të tjerë krerë të grupeve kriminale. Talo Çela dyshohet se i kryente krimet i urdhëruar dhe paguar nga drejtuesit e organizatave kriminale, ashtu sikurse edhe Nureddin Dumani në krahun tjetër. SPAK ka ende në proces edhe ngjarje të tjera të rënda kriminale, pasi mund zbulohen emrat e implikuar që do i shtohen dosjes. Hetimet tregojnë se mbytyja e Fatmira Dedjas ka ndodhur me urdhër të Festim Qolit, pasi ajo kërkonte drejtësi për vrasjen e djalit të saj, Elvisit, dhe kishte arritur të zbulonte prova duke rrezikuar grupin e autorëve. Për të mbuluar gjurmët, Qoli akuzohet se ka urdhëruar Talo Çelën dhe Nureddin Dumanin duke i paguar.